Nëse ekipi shqiptar i policisë ka arritur në gjysmë finale, këta sulmuesve që kanë shënuar golat fitores meritë të veçantë ka dhe Besmir Muçajani, portieri i ekipit shqiptar që ishte i pakalueshëm në portën e tij. Urime Besmir. Faleminderit Gac. Mirë. Jo, në fakt keni një provojë në futbollin e luajtur, jeni edhe portier i ekipit Basanja. Po. Kështu që keni disi më të lehtë edhe përballëmin e këtij kampionati. Gac. Është shumë më lehtë, me çunat kena punuar shumë tash 2 muaj. Shpresojmë të dalim kampion. Kampionati i parë botëror. Kampionati i parë i përjetoni. Shumë mirë, shumë mirë. Jena këtë motivuar këtë përshëndetur për këtë lloj kampionatit. Keni zhvilluar këtë ishte ndeshja 5. Ndeshja 5, fitoria 5 radhazi. Cila prej këtyre ndeshjeve për ju ka qenë më e mira? Më e mira kanë në Moldavin. Ndeshja fort, lujë të bukur, rezultati i ngushtë, 1-0, çunat e shumë mirë. Pra që ishte zakonisht e mirë. Përnderoj edhe trajnerët, gjithë stafin to që na kanë ndihmuar për paraqitjen tonë e për kushtet që na dhanë. Si e shikon takimin në gjysmë final? Tham se e fitojmë. Edhe këtë ndeshje tham se e fitojmë. 100%. Trajneri juaj, por edhe shefi juaj në punën e përditshme në jena shumë optimista. Është pikërisht edhe me çunat. Ai ishte optimist. Shumë optimist. Edhe me çunat jena shumë bashkuam, shumë të mbledhëm, në shumë zakonisht shumë mirë. Pa, zakonisht shumë mirë. Me këtë formë që po paraqisi në këto ndeshje të para, duket se mund fitoni dhe po fitoni edhe çmimin si portieri më i mirë i kampionatit. Unë shpresoj të jap fitoren ekipit, por fitoret e mia i kam marrë më përpara. Nëse shkoni në finale e madhe luhet në stadiumin Loro Borisi, do të jetë me vërtet emocionuese. Shumë emocionuese. Edhe për ju edhe për pjesëmarrësit. Aty ku kena filluar edhe në sportin për herë të parë, shumë kohë e bukur. Ju zgjidhurime. Faleminderit. Suksese. Ju të jeni